dhe po një farë po ushqeni logjikën bllokuese, sepse është jo parimore. Apo përpiqeni, apo tentoni ta paraqitni partitë tjera si bllokuese në këtë rast? Nuk në këtë fazë, besoj që nuk jemi ajo që unë di që është prioritare, është konstituimi i kuvendit. Por unë besoj shumë, zotri Muja, që ju e keni ditur se partitë nuk do të pranojnë të ketë votim fshet. Në mënyrën tonë, jemi duke dhënë propozime, jemi duke bërë përpjekje për të konstituu kuvendit, sepse kemi këtë mandat. Ne nuk po gjejmë bashkëpunim në proces. Nuk është konstituimi i kuvendit, është përgjegjësia të gjithëve. Na takon ne si subjekt, po i takon edhe subjektit, sepse kuvendi është legislativ. Nuk po flasim për qeverinë, se pastaj votimi për qeverinë mund të jetë diçka tjetër. Po ne po flasim për konstituimin e kupollës së demokracisë, ku edhe ata duhet marrin pjesë të shfaqin vullnetin e lirë që kanë marrë të votuesit. Nuk janë duke pranuar që të ecim tutje. Tani, kryesia e kuvendit, në bazë kushtetutës, i ka këto përbërje tek ne, unë e kuptoj që në kushtetuta tjera ka definime tjera, por tek ne është i definuar në këtë mënyrë. E ka sqaruar gjykata kushtetuese. Pra, e drejta e propozimit të kryetarit i takon subjektit që ka fituar shumicën. Po nuk po ju mohohet kjo drejtë, zotri Muja. Ju e keni të drejtën për të propozuar. Ideja është që partitë tjera po kërkojnë një emër tjetër më unifikues sa i përket pozitës kryetarit të kuvendit. Shikoj, nëse e drejta na takon ne për të propozuar, ka mund kujtohet që në vitin 2021 ka pas zëra dhe të tillë dhe për Glaukën Jufcën. A kupton se nuk votonin dot. Ju duhet ta kuptoni që sjellja, propozimet e tyre nuk janë përgjetur zgjedhje. Janë vetëm përpjekje për të blerë kohë, domethënë sepse pastaj në moment këta fillojnë me gjetë edhe kritere tjera pastaj. Në logjikën e tyre të bllokuese dhe ju them të gjitha atyre që kanë votuar lëvizjen dhe dosje, edhe votuesit tjerë, ju them me bindje të plotë që përpjekjet ose tendencat për të futur kandidatët e tjerë janë lojra të opozitës për të blerë kohë.